Jemi në pjesën e fundit të Ramazanit dhe Islamic Relief Kosova ka filluar pranimin e donacioneve të vitrave nga donatorët tonë dhe siç e kemi tradit për çdo vit që të gjitha vitrat që vinë në organizatën tonë, ne i shndrojmë në pako ushqimore dhe të njëjtat i shpërndojmë për 2000 familje tona me fëmijët tim dhe shpërndarja pako ushqimore arrin te familjet me fëmijët tim para faljes së Bajramit. Dhe ju ftojmë të gjithë juve të cilët ende nuk i keni shpërndar vitrat e juaja, nëse dëshironi që vitrat e juaja mu implementu para faljes së Bajramit, zgjedhni njëra nga 2000 familjet tona me fëmijët tim, dedikoni vitrat tuaja për këto familje dhe bashkërisht inshallah don Allahu që para faljes së Bajramit ky ushqim arrin në sofrat e këtyre familjeve me fëmijët tim. Kushdo që dëshiron me kontribu, mundësinë ka përmes zyreve tona të ndryshme që kemi në qytete të ndryshme, ose përmes webfaqes tonë që është islamicreliefkosova.org, ose në llogarinë tonë bankare që mund ta gjeni në rrjetet tona sociale.